shëndetësore të njeriut, por shikon sa përfitime mund të nxjerrin nga ai njeri dhe të njëjtën gjë po bëjnë dhe me eglin. Që nuk është e hishme fare, e pahishme totalisht dhe e papranueshme në etikën dhe në kriteret njerëzore. Manjola, është ky një precedent i ri, po themi mbas daljes së eglit edhe mbas hyrjes sërish të saj nëse ndodh ditën e sotme në shtëpinë më të madhe në Shqipëri? Është diçka, por mund të jetë edhe me dyshje. Unë kam domethënë atë pikën që jam në me dyshje, do të jetë apo nuk do të jetë, çfarë do të sjellje, çfarë mund të mos sjellje, çfarë është në gjendje të bëje, rikthimi i saj, çfarë është në gjendje të mos ribëje, a është në gjendje përsëri egli të largohet në mënyrën e cila po u rikthy në mënyrën që u largua, ndoshta mund të largohet dhe më keq, sepse i bën një rikthim i dytë kur ajo ka dalur jashtë dhe ka marrë informacione për vetveten e saj dhe njeriu e din se çfarë thuhet për të, ajo besoj se tani mesazhet, njerëzit që kanë folur për të, njerëzit që kanë dhënë mendime, opinione për të, besoj se kanë ndikuar dhe më negativisht në gjendjen psikologjike dhe në gjendjen emocionale, në gjendjen shpirtërore, edhe kanë ndikuar në boshatisje në gjendjes shpirtërore të eglit, kanë ndikuar negativisht. Dhe mendoj se egli duhet në radhë të parë, egli duhet të mendoje për vetveten e saj dhe jo se çfarë kërkon produksioni ose çfarë kërkojnë të tjerë, çfarë kërkojnë emisionet e tjera. E qartë. Mirë Manjola, ndërkaish ish banorja e Big Brother Kosova 3, Xheneta Vetau ka hyrë në shtëpinë e Big Brother VIP Albania. A e ruajti po them gjesti i qetësim përballë Xhenetës? Ishte një surprizë e madhe për Gjesti, një surprizë domethënë në mënyrë habitore, një surprizë që Gjesti dhe vetë nuk është aty e shikova domethënë Gjestin që nuk e kishte më pëlqim siç kishte dikur për Xhenetën, edhe pse përflitet për ta që akoma ka një ndjenjë ndoshta që nuk e shpreh, ndoshta që e mban për brenda Gjesti, ndoshta don ta ndrydhje këtë ndjenjë, por mendoj se Gjesti çdo gjë me këtë vajzë i ka dhënë domethënë një fund, mendoj, dhe se të vërtetës e din vetë Gjesti, por në bazë të reagimeve të shikimeve, sepse ata kishin një kontakt, një reagim nëpërmjet syve, por Xheneta mendoj se kur hyri aty, mendoj se u zhgënjye pak nga veprimet e Gjestit, ashtu me mimika, me veprime, sepse nuk kishin se si të reagonin, dhe Gjestit bravo i qoftë që më pëlqeu, që nuk i dha shumë rëndësi as me shikime, dhe as me veprimet e atilla, madje i dha rëndësinë e negativitetit, jo të pozitivitetit, ose jo që kjo gocë të shpresoje tek Gjesti. E qartë. Ndërkaish Manjola, do ndikoj edhe prania e Xhenetës në dinamikën e lojës? A ndikoi, po them? Nuk besoj se do të ndikoje fare për Gjestin. Gjesti u dukt shumë i qartë në parimet e tij, në vendimet e tij, me aq sa mundet ai t'i japë dhe t'i shprehë me gojë, ai shumë mirë po i shpreh me veprimet e tij dhe mendoj se nuk do të ndikoje fare. Është madje Gjesti nuk po ndikon në thjesht të thoj ndikoj ajo, ndikoj kjo tek Gjesti nuk po ndikon asnjë gjë. Gjesti është i atill, mendoj është edhe në jetën e përditshme. Është një lojtar me veprime. Është një lojtar që edhe nëpërmjet të shprehurit, por është një lojtar që nuk ndikojnë gjëra të hyri ai, doli ky, foli ai apo nuk foli ai. Është një lojtar që din të mbaje lojën e formateve të atilla. E qartë. Ndërkaish Manjola, si po e përjetojnë edhe banorët pra sfidën e re atë të qëndrimit pa reagim? Ka emocione të ndrydhura, është një gjë shumë e bukur ta shikosh domethënë nga ekrani, por ta përjetosh tek njerëzit është e vështirë, sepse kanë emocione që ato në ato momente duhet të ndrydhin emocionet e veta, duhet të ndrydhin të folurën e vet, duhet të ndrydhin edhe veprimtarinë e tyre. Madje më shumë më erdhi domethënë një keqardhje për Rozanën që kur i hyri nipi vet dhe i kishte çante me lot në sy dhe nuk reagonte dot. Dhe të gjithashtu çajtën, disa prej tyre, çajtën me lot dhe reagimet e tyre u detyruan që t'i ndrydhnin. E madje ta përforconin dhe ta tundonin dhe vetveten e tyre ndaj kësaj sprove që ju dhan nga ky format. Por mu duk shumë e lezetshme, e këndshme dhe për të sprovuar pas 80 e sa ditëve, sepse është e vështirë, t'ishte në fillesat e tyre ndoshta do ta kishin dhe më të lehtë, po pas këtyre ditëve që kanë kaluar, ishte shumë e vështirë ndrydhja e emocioneve dhe e veprimeve të tyre. E qartë, por ndërkaj si do të ndikojë Xheneta në ekuilibrat e shtëpisë, Manjola? S'do të ketë ndikim fare. Unë mendoj se Xheneta do ishte më mirë të mos hynte fare, nuk ose sjellin ndonjë gjë apo ndonjë reagim apo
sjellje një dinamik, diçka të re, jo se kishte përcjellur, por të paktën ndonjë dinamik në diskutim për t'ju përmendur Xhestit, pavarësisht se Ola ja përmendi, faktikisht ja ka përmendur Xhestit, por edhe ajo përmendja asaj ishte e kot, sepse nuk besoj se do të sjellë asnjë lloj gjëje, sepse duket e qartë që Xhesti i ka dhënë fund me këtë gocë dhe nuk kanë se çfarë të reagojnë njerëzit aty, banorët që janë aty nëpërmjet saj. S'kan çfarë të marrin nga kjo dhe ti shprehin Xhestit, apo ti përfolin Xhestit për të, sepse nuk është se është një banor aty që qëndron dhe të përflitet për të, është që kishte hyrë disa minuta dhe nuk solli asnjë gjë, thjesht unë them e uli Gjeneta bëri gabim sepse uli pak vetveten e saj, vlerësimin e vetvetes së saj, pavarësisht se asaj nuk i bëhet vonë nëse ju ul vlerësimi apo jo, nëse e respektoj veten apo jo, sepse duket një femër që është shumë e fortë emocionalisht. E qartë, mirë Manjola, për të mbyllur sepse jemi në fund, mund të jenë këto hyrje pra gjatë kësaj sfide një provokim strategjik? Po, mendoj që është një provokim strategjik, madje është një provokim për t'i provokuar në mënyrën e psikologjike se sa të fortë janë këto akoma për të qëndruar, domethënë debateve të tyre, për t'ju qëndruar dinamikave të tyre, për t'ju qëndruar ose disa prej tyre mund t'i përforcojnë në dinamikën e lojrave të tyre, disa të tjera edhe mund të mos i forcojnë, mund t'i do